Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë datë 24 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin aurontare, iluzioni fuqisë dhe rënja e shtetit. Si u shndrua drejtoresha në nyje të grupeve kriminale. Ministra Spiropali takim Ali Ahmetin e zyrtarë të tjerë. Shqipëria do vijojë të mbështesë angazhimin e subjekteve politike shqiptare. Në gazetën Dita mund të lexoni një batërdi e paras publike, manipulime, zhvatje dhe pengmarrje, detajet ronditëse nga dosja e SPAK për grupin kriminal pas Shqipërisë Digjitale. Në gazetën Panorama mund të lexoni ultimatumi për qeverinë, Balluku fundos sektorin energjetik, ndëshkimi i BE-s për Shqipërinë. Në Panorama Sport mund të lexoni Balaj te Vllaznia nuk ka krizë, na shihni në fund. Dinamo përmbys Partizanin, Daja jep leksione Kërnajës. Efekt domino, ardhja e Fylkrug ndryshon sulmin.